ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësi dhe gjitha begatit e Allahu Dhul Gjelal qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdrimet çdo men që i takojnë vetëm Allahu Xhelle Shanuhu wa Xhelle Xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit, Allahu Xhelle Shanuhu wa Xhelle Xhelaluhu, të cilin e falenderojmë pa janda çka ka në qiej, mes tyre dhe në tokë. Allahu Xhelle Shanuhu wa Xhelle Xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selam e nderuar vëllezër, në këtë ditë xumaje, në ditën më të mirë në të cilën lindën dielli, bashkërisht kështu si jemi ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala ali sayyidina Muhammed. Ati dhe familjes së tij të pastër dhe të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve, edhe gjithë atyre që e ndoqën, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallahu taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, sot vazhdojmë gjithashtu me trajtimin e një teme e cila vërtet ashtu siç ka përshkruar vetë Allahu Xhelle Shanuhu, të flasësh për Kur'anin nuk ka fund, me thënë, të thellosh në oqeanin e urtësive kuranore, vërtet është një pafundësi, thënë kushtimisht, nga mrekullitë e mëdha që përmban Kurani, edhe nga pamundësia jonë për të kryer të gjitha ato shqellime dhe trajtime që mund të nxiren nga këto margaritari jashtëzakonisht të çmueshme të Kuranit famëlar. Në disa javë me radhë, xhamati që është i rregullt i kësaj xhamie, të xumanat sidomos e din që kemi fol pak si më gjerë e gjatë në lidhje me urtësinë e një pyetje që e kemi bërë para 4 javëve, pse Musa a.s. përmendet në Kur'an më shumë se Muhamedi a.s. E kam fjalën me emër, sepse me mbiemër, me përemër, i gjithë Kurani i drejtohet Muhamedit a.s. dhe ai pastaj na ka komunikuar neve, mirë, po kur flitet me emër edhe me tregime vërtet, shohim që Musa a.s. përmendet 136 herë, ndërsa Muhamedi a.s. me emër përmendet vetëm 4 herë. Edhe ne nxorëm disa ditë javë radhazi, disa urtësi rreth asaj se pse bash Musa a.s. edhe çfarë ne fitojmë në jetën tonë të përditshme sot, 2026, edhe këtë periudhë apo dekadat e fundit, si mund ky ummet të dalë nga kjo errësirë, nga ky udhëkryq, duke u bazuar në ajetet kuranore ku përmendet Musa, jo vetëm Musa, edhe Isa, edhe Muhamedi a.s., edhe Ibrahimi a.s., edhe Jusufi e kështu me radhë, të gjithë pejgamberët. Allahu Xhelle Shanuhu në shumë ajete neve dashur vëllezër na drejtohet në formën e shpëtimtarit, na drejtohet në formën e këshilltarit, na drejtohet në formën e ilaçit, na drejtohet në formën e medikamentit, se si ne mund të dalim prej krize. I krejt Kur'ani dashur vëllezër, të paktën unë kështu e shoh, inshallah nuk jam gabim, i krejt i gjithë Kur'ani është një litar që Allahu e ka hudhur që neve të na shpëtojë. Kështu e shoh Kur'anin unë. Nuk e shoh ndryshe, nuk them si e shohin të tjerët, se cili ka atë pikpamjen e vete, por me që Allahu nuk zbriti libër tjetër pas Kur'anit, kjo na bën me dije o njerëz, ju krejt i keni këtu, ju mjafton ky libër. Këtë qëllim e ka Kur'ani. Me thonë, me që nuk ka pejgamber tjetër mas Muhamedi a.s., me që nuk ka libër tjetër mas Kur'anit famëlar, atëherë neve na mjafton kjo për të dalë nga kriza. A pse ummeti nuk del nga kriza? Sepse është larguar nga zgjidhja kryesore, është larguar nga Kurani. Kjo është sebebi kryesor, mund çdo kush të analizojë dhe të trajtojë shkaqe ekonomike, financiare, geografike, geopolitike,
luftarake, lloj shkaqesh dikush mund të rendisë. Unë ta renditi vetëm një shkak. Ummeti është në udhëkryq vetëm shkaku i largimit të tij nga Kurani famulart. Sepse gjitha zgjidhjet janë aty. Unë lexova edhe javën e kaluar edhe përsëri është në dy vende ky ajet, është në dy vende. Edhe në surën Kehf, edhe në surën El-Isra. Wa laqad sarrafna fil kitabi, shtu të fi hadha al-Qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Wa laqad sarrafna, Allahu thot, ne kemi shtruar në këtë Kur'an për njerëzit çdo shembull, do të thonë kemi paraqitur në këtë Kur'an çdo gjë që ju do keni nevojë. Çfarë do të thotë Zoti ndryshe? Do thonë çdo gjë që ti ke shqetësim në këtë dynjë, qoftë ajo psikologjik, qoftë ajo shëndetësor, e kam fjalën nga shëndeti shpirtëror, qoftë në aspektin e harmonisë familjare, qoftë në aspektin edhe ekonomik, qoftë në aspektin e rehatisë, qoftë në aspektin e mirëqenies, qoftë në aspektin e bashkëjetesës ndërfetare mes feve tjera, krejt janë në Kur'an. Prandaj Allahu thot, "Wa laqad sarrafna fi hadha al-Qur'ani", ne në këtë Kur'an linnasi për njerëzit kemi shtruar çdo gjë, çdo shembull. Dhe prandaj Allahu lëshan unë ato dashur shumë qartë. Nëse ju paraqiteni si gafil, si të pakujdesshëm ndaj fjalës time, ai thot në kapitullin e Hashr, shumë bukur thot. Ja ju alladhina amanu taqullaha. O ju që keni besuar, tani neve na drejtohet, keni parasysh? Ajeti i surës Kehf ishte për të gjithë njerëzit. Tani flet vetëm për muslimanët. Sa ashtu Allahu lëshanu, kur I përmenden njerëzit e ka fjalën për musliman e jo musliman. Kur thot amenu, ja ju alladhina amanu, e ka fjalën vetëm për muslimanët, ata që kanë besuar në Allahu një. Amenu taqullaha, ja ju alladhina amenu taqullaha. O ju që keni besuar, keni frikë Allahu. Keni frikë se juve ju them. Keni frikë se e keni Kur'anin famulart, e keni librin. Wal tandur. Shkon sa bukur, sa pragmatik është Allahu lëshanu, sa I drejtë është. Mendoj, jo në kuptimin e drejtësisë, ajo është I drejtë absolut. Në kuptimin e komunikimit, sa direkt është. Nuk bën politik Zoti. Edhe filozofi. Ne e shpikëm politikën edhe filozofin për të ikë të vërtetës. Kjo ma shumë përdoret, politika dhe filozofia është vetëm për të ikë të vërtetës. Allahu politik nuk ban Kur'an. Wal tandur nafsu ma qaddamat ligad. Shumë I qartë. Le të shikoj secili njeri, nefsun. Fjala nefs e ka qëllimin edhe për shpirtin, por edhe për njeriu. Mbaret nga konteksti I fjalisë si shprehet Allahu. Wal tandur nafsu ma qaddamat ligad. Le të shikoj secili njeri për ju, secili për nesh. Veten e tij. Nuk thot shikoni qerën, se ne kemi pak zanat, qerët I shikojmë. Po thot shikoj me veten. E ke kri punën me veten ti. Merru me veten tënde. Se natën e varrit nuk do I ka tundi me të I varr. Vetë do jesh, vetë. Edhe me leku I varrit që do të pyesi. Nefsun. Çdo njëri prej jush le ta shikoj veten e tij. Që sa bukur është. Çfarë don të thotë Zoti ndrish? Shife veten. Ma qaddamat ligad. Arabisht gaden I thuan nesër. Ditën e shtonë për shembull. Sot është xhumë, nesër e shtonë. A fjala nesër këtu në këtë ajet kuranor, ajetin 18 surën Hashr, e ka fjalën me njëherë pas varimit. Dhe më thonë, jetë e varit është fillimi, starti I ahiretit. Le të shikoj nesër çfarë për nesër. Ne shpesh, edhe ne si o xhollar do një herë, po bashkarishtu si vlezër krejt si xhamat, këto çështje I kalojmë kalim, I ndëgjojmë edhe I ka përcim. E ndëgjojmë këtë fjalë, edhe me njerë, ka pa meri, kur edhe pi gurbet. E ndrojmë temën me njerë, ka dale të analizojmë. Kur thot nesër, e dini çfarë thot? Prej nesër fillon jeta jote e vërtet. Këtë ta thot Zoti. Këtë neve na thot. Kur prej nesër? Do të thonë,
prej momentit që Azraili ta merr shpirtin, i dashur vëlla, na merr shpirtin krejt dhe neve. Ai momentën nesër, ma. Edhe ajo nesër nuk përfundon asnjëherë, ma. Se ne këtë dynja, elhamdulillah, kemi o mut nesër, po, o më kam pas nesër, vine dillavi. Në ahiret nuk kam pas nesër. Kjo është e keqe. E kupton? Prandaj thot, që sa bukur, prandaj them Allahu shumë direkt është në Kur'anin famëlar. Wal tandur nafsu ma qaddamat li gad. Sikur më na thon çdo natë para gjumit, sikur ne të ishim hala ma të kujdesshëm, ashtu siç ka thënë edhe Hazreti Omeri radiallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni veten tuaj para se të mireni në llogari. Para se dikush tjetër t'ju llogaris. E si bëhet llogaria? Shumë e thjeshtë. Sonte, kur biesh flesh, nëse ke marrë një shënim për ditën tënde, dhe çfarë ke bërë? I ke hindër hak dikur, e ke nënçmu dikë, e ke lëndu dikë, ke folë për dikë, e ke përgoju dikë, ke ndëgju ndë një përgojim edhe të ka ardhë mirë shpirtërisht, e këmëra, kretë të ngabime, ashtu. Çfarë duhet bëjsh? Tamam, flas për njeriu që do të shpëtoj prej xhenemit, nuk flas për gafile, për të pakujdesshëm. Flas për ata që kanë frikë Allahut. Për gabimet ndaj Allahut me njëherë bën istighfar, ndërsa për gabimet ndaj njerëzve me njëherë të nesërmen, se natën nuk mund të shkosh 12 natës njeriu në shtëpi, me njëherë të nesërmen sabat, shko kërkoj falje, shko kompensoje, shko bën çfarë duhesh, ofroj atij që ai të ta falje. E kjo është e përgatitja më e mirë për nesër. E ke parasysh? Prandaj Allahu dhul xhelal ato dashur vëllezër, shumë mirë. Wal tandur nafsun ma qaddamat li gad. Edhe çdo shpirt, çdo njëri prej jush, le ta shikoj, wal tandur, le të shikoj punën e vet, kështu sa bukur do të. Le të shikoj punën e vet, sonte para se të flesh, ulu. Analizohet sotmen, djeshmen, pardjeshmen, pak hin edhe pak karinia jote, hin pak edhe ka gurbeti jo, çfarë ke bo ato, krivinat tuaj çfarë ke bo atje, hin, feja, hin. Edhe, bën istighfar, nëse s'mund t'i gjejsh njerëzit që ju jenë ndërhak, a ka zgjidhje, ato mund t'kenë vdek, si du gjejsh, edhe fëmijët nuk ua din, nuk ua nje, soni dëm shpërblesh, çfarë do bësh? Sa ma shpesh do japi sadaka. Me një që Allah të ta fali, inshallah. E kjo pastrim, kjo përgatitje, kjo është shikim. Allah të le të shikoj, wal tandur nafsun, le të shikoj çdo njëri prej jush ma qaddamat li gad. Çfarë ka përgatitur për nesër, Fjala nesër e ka fjalën me njëherë si të hinshim varë. E ka fjalën ahiretin, e ka fjalën botën tjetër. Edhe mos harrojmë dashur vëllezër. Në Kur'an e keni këtë, në Kur'an e keni 2-3 vende, inshallah, nëse jemi gjallë shëndosh dhe na bie rasti do bëjmë një temë apostafat për dimensionin ko. Termi ko, fjala ko. Allahu ka përmend në surën Asr, wal asri, ashtu, wal asri, innal insana lafi khusr. Pasha kohën. Ne jetojmë në dimensionin e parë të kohës, që është, ti themi, horizontal. Prandaj është 3 dimensional. Para, nalt, anash, gjatash dhe majtash. Edhe poshtë, 4 dimensionale. Edhe në çdo dimension koha ndryshon. Kemi kohë fetusi, embrionale, koha në barkun e nanës, që zgjatën 9 muaj, amën për bebe në barkun është 90 vjetë, të dhe ish. E shesjo është relative.
Ka pas drejta Einsteini, ashtu? Koha relative. Ne mendojmë se koha është stabile edhe. Koha për këtë atmosferën tonë, për këtë dinjën tonë. Në hapësira tjera koha është ndryshe. 1 minutë mund t'jetë 100 vjetë, ose 100 vjetë atje mund t'jetë 1 minutë këtu. Janë krejt ndryshe. Prandaj është komplet relative. Koha në barkun e nanës, koha në dinja që jemi këtu, 60 vjetë. 60 vjetë. Kur ishim atri, kur ishim 60 vjeçar, qesh këti be. Kur afroar 60 vjeçar, kur ishet 90 vjeçar, kam pak koha. Shifni, njeri u rrehet me kohën. Ama nejsi, 65, 75, 80, ashtu si e ka shkrujt Allahu Lëshanu. Kjo është shumë i shkurt. Pastaj është koha e berzahut. Koha e berzahut. Çfarë është berzah? Berzah është jeta në vareza. Fjala berzah përmendet 2 vende gjithashtu në Kur'an. Sura Rahman dhe një sure tjetër që kujtohet për momentin, por Allahu termin berzah e ka përdor në kuptimin e perdes dhe pengesës. Do me thonë, jeta në vareza është një penges mes komplet ahiretit edhe komplet dynjës. Një salon pritje, jo salon darcmesh, një stacion pritje, derisa të vijë ai pampuri të çojë në xhenet ose në xhenem. E them pampuri unë figurativisht. Mos mendoj dikush si të shkoj me pampura në xhenet. Edhe, ama kjo është pritje. Prandaj Allahu ka përmendur termin bejnehuma berzakhun la yabghiyan. Ku flet Allahu dhul Jalal në surën Rahman për 2 detër, njëri i kripur, njëri i ëmbël, ashtu, mes tyre ka një perde. Berzakhun la yabghiyan, nuk e tejkalon njëri tjetër. Ky deti me krip nuk shkon ka i deti me pa krip ose i ëmbël. Interesant, këtë e përmendën në Kurani që shkencë ka vërtetuar para 40-50 viteve. Allahu ka përmend kur pejgamberi alayhis salatu wasalam se kish pa ende detin me sy, por në Kur'an përmendet se Allahu është krijuesi i detit. E termi berzakh është penges. Edhe aty thot koha është interesant. Mos dalëm prej teme. Jeta në vare, kur ka vdek stërgjishi i pleqve tonë, ku qitim, stërgjish. 100 vjetë, shem. Kur ka vdek Hazreti Ibrahimi, 4.000 vjetë, 5.000 vjetë. 1400 vjetë Muhamedi alayhis salatu wassalam. Hazreti Ademi, një zotë e din fix, ne nuk e dim, 200-300.000 vjetë, nuk e dim fix. Kur ka vdek ato? E dini që koha në vareza, Allah e përshkru në Kur'an, thot, është sa jeta, qëndrimi në vareza, është sa një dit apo një pjesë e ditës për të vdekurit. Nëse ti e mban mend, më flas për së gjyshin tonë. Kur ka vdek ai ti ke pas 3 vjet, 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet, prej kohës kur ti mban mend. Kur do ringjallemi, ai gjyshi do të njohë shumë mirë ty. Edhe pse ka vdek para 78 vjetëve, ose para 50 vjetëve, ose para 40 vjetëve. E di? Pse do të mbaje mend ty? Ose, mos ta përmendim gjyshin. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka vdek para 1400 viteve. Edhe kur do të ringjallemi, thot, krejt do i mbaje mend ato 100.000 sahabe që i ka pas. Makar nëse i ka pa edhe një 2-3 herë në jetë. Pse do i mbaje mend? Sepse qëndrimi në vareza do jetë shumë i shkurtër në kuptimin e dimenzionit të kohës në vareza. Nuk është si në dynja. Keni parasysh? Ose si që është Allah e përmendën në Kur'an, jete arefune bejnehum. Krejt në ringjallje kur o dalim do njihen me zvete. Keni për? Ndoshtë dikush këtë për herë parë, në krejt është me Kur'an, krejt është me Kur'an. Thot do njihen me zvete. Apo si ka mundësi, unë për shembull për xhamatit ka njerëz që kom pa 2-3 herë, kemi pika një kafe. Kemi qëndruar në vareza 50.000 vjet. 50.000 vjet shembull, derisa të bëhet xhameti, ose 100.000 vjet. Edhe kur do dalim botën tjetër, unë do e njoh atë, edhe ai mu do njohë mua. An këtë dynjë, nëse një njeri edhe djalin tan, nëse nuk e sheh 40 vjet, ti mund mos e njohësh. An botën tjetër do e njohësh atë. Edhe pse ke qëndruar 50.000 vjet në varr. A pse do e njohësh? Sepse Allahu do e boje kohën e qëndrimit në vareza si një gjimës dite. Gjimës dite. A mund të harosh njeriu për gjimës dite? S'harohet. Nëse unë të shoh sot, tash, në drek,
edhe na këshon të shoh prap, s'kom haru. Je parasysh. E koha është relative për ke Zot. Thot, kur bëhen 1000 vjet kene, në Kur'an e keni qëra, edhe këtë. Kur bëhen 1000 vjet kene, ke Zot e disa pavat, një ditë. Një ditë. Edhe prandaj Zoti nuk i shpejton ngjarjet kur ne shohim për shembull çfarë bëhet në Gaza, sa fëmijë janë vrarë, pse Zoti nuk i vret ato jehudit tu quhen internet, tu quhen, kemi në ato dua tona ekstreme ndonjëherë. Amon edhe kemi drejtë të shohim mizori, normal. Por Zoti nuk vepron me logjik njerëzore. Ti ashtu edhe miza nuk do kishte gjallë ndonjë. Allahu e ka atë planin e vet që ne nuk mund t'i ndërhim, ne si njerëz. Ne çfarë duhet të bëjmë? Çfarë duhet bëjmë nga shëndetit? Ne vallahu na thotë kështu. Çështjen e dënimit të zullumqtarëve, çështjen e shinjut, çështjen e jetës, çështjen e vdekjes, çështjen e riskut. Këto asnjëherë mos i haro. Këto thot krejt unë i kam dorë. Risku në Kur'an përmendet, në Kur'an në 36 vende. Mbaj mend. Risku në Kur'an përmendet në 36 vende. Në të 36 vendet, në asnjë vend nuk thot që ju e fitoni. Në të gjitha vendet ku përmendet risku, thot neva që në risku. E hetash. Ti, frejeri matë, ke pru 100.000 euro, 200.000 euro, po unë mbaj kaq punëtor, unë mbaj aq punëtor. A mund ti be kusht në ban, a mund një përgjigjet shkurt, thjesht, blitz, ti kusht në ban, Zot. Pa ajde të ka dhënë risk, falendro Allahu, as gjë tjetër. Ajde të ka dhënë risk. Inna Allahe huve rezzaku dhul kuvetin metin. Allahu është rezzak. Allahu është rezzak. Allahu është ai që furnizon, ai i fuqishëm, i pathyeshëm, furnizuesi absolut ai është, huwa ar-Razzaq. La nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Ne nga ju nuk kërkojmë as shpërblim, as falënderim. Për çfarë ka këtu? E ka fjalën kur ju të bëni në një sevap. Kur ju Allahu përmes riskut të tij që ju ka lëshuar nga qielli, u ka bërë zengin, u ka bërë të pasur, ju ka dhënë. Thuani fukarave, atyre që u ndihmoni. La nuridu minkum jazaa'an. Nuk duam as falënderim, as shukura, as shpërblim, as falënderim, as gjë. Innema nut'imukum li wajhillah. Ne ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut. E kjo përgatitja më e mirë që Allahu thotë: "Wal tandur nafsum ma qaddamat li gad." Le të shikoj çdo njeri çfarë ka përgatitur për nesër. Këto që i përmenda, jetën, vdekjen, shëndetin, taksirati, shiu, borë, shumë nxehtë, shumë ftohat, ato, riskun. Leja Allahu, ti çfarë duhet bëjsh? Përgatitur. Puna jote është përgatitesh, asgjë tjetër. Wal tandur. Ne shpesh i analizojmë edhe në aspektin gramatikor foljet në gjuhën arabe, kur janë në mënyrën urdhërore. Wal tandur. Fjala wal tandur është forma, mënyra urdhërore e foljes. Allahu të urdhon. Kur foljet në gjuhën arabe, edhe në shqip, kur vinë në mënyrën urdhërore, ne si xhollarë ose dietarët e fikut, jurisprudencës islame, e konsiderojnë si fars. E kimu salate, falnja namazin, fars është. Wal tandur nafsum ma qaddamat li gad. Le të shikoj çdo shpirt, çdo njeri se çfarë ka përgatitur për nesër. Ajo nesër mund të jetë mbas 12 minutave, mbas një dite, mbas 2 dite, nesër mund të jetë me ne. Ajo nesër, do të thonë. Momentin që del shpirti bëhet për ty nesër, bëhet për ty edhe për mua bëhet ahiret. Kjo është më kryesorja. Allahu kërkon përgatitje për ne dashurës. Prandaj them, Kurani krejt ilaçet i ka. Kurani nuk ka ilaç si apoteka qenë. Ato ilaçet e lira normal me recept, ato shtrenjtë pa recept.
S'ka këtu as me recept as pa recept. Krejt receptet i ke falës. Meri. Allahu të mëson. Mëson me si të shpëtojsh. Asgjë më tjetër. Si të shpëtojsh. Pse? Se e nesërmja është krijesare. Unë njerë kam spjeguar me që ka dhe gurbeqar, ku e përsëri një ajet kuranor. Ku Allahu thot, ja lejten qaddamtu li hayati. Si kur të isha përgatitur, ka një ajet kuran, ku njeriu do thotë në botën tjetër, edhe kriminalet, edhe qafirët, edhe muslimanët të pakujdesshëm, vetëm me emër ato që kanë qenë, vetëm si tifos të islamit, do thuan si kur të isha përgatitur për jetën time. Vini vetë, do e përsëris 3 herë nëse ka nevojë. Fjala për jetën time. Njeriu nuk do thote si kur të isha përgatitur në jetën time, se ne jetë krijesore e zamë këtë dynjë. Ashtu, që është gabim. E di që është gabim. Kjo nuk është jetë. Kjo klasë në të cilën kryhet testi, edhe pastaj rezultatet që në ditën e gjykimit. Kjo nuk është jetë. Nëse ti mendon të kënaqesh në këtë dynjë, kjo e gabim. Nëse ti mendon ti je rahat në këtë dynjë, kjo e gabim. Nëse ti mendon se do jetojsh pas prove, kjo e gabim. Po ti nuk je robot, ti je njeri. Allahu na pru këtu të përgatitemi. Edhe prandaj njeriu në botën tjetër do thote, si kur të isha përgatitur për jetën time. Shifni. Nuk thot në jetën time. Se Allahu në Kur'an, këtë kemi thonë disa herë, në asë një vend nuk flet rastësisht për me një dëni gerëm ose dëni fjalë për të mbush tekstin. Allahu nuk flet shtu. Edhe germat në Kur'an kanë rëndësi të madhe. Lë edhe për. Edhe fi për shembull. Allahu thot li hayati, sikur të isha përgatitur për jetën time. Do me thonë, jeta e vërtet i dashur Allah. Nëse deri tash që jeni pa kujdesshëm, tash zgjohu. Jeta e vërtet fillon në momentin që ti i mbyll syt nga kjo dynjë. Të dish, atëherë fillon jeta. Vdekja është dalje nga klasa. Vdekja është dalje nga klasa. Ja jep Azrailit testin që ke mbush, a e merre çon e arkivon ke Zoti, qatë test dhe marrësh në dorë botën tjetër dhe shohë çfarë ke bën krejt, edhe me ata inshallah në xhenet. Aman, në varë sa ke mbush. Nëse ke vrapu mbas parës, non stop. Ato inshallah i gjenë, a gjemon do i gjesh djegmi komplet. Nuk shpëtojmë. A nëse me ato pare je përgatit, i ke përdorë, si që thotë Allahu në Koran, u e betegi fima ataka Allahu darel akhire, atër ke shpëtu. Edhe, krejt ato që ti ka dhënë Allahu, ato mirësi në këtë dynjë, mundohet ta fitojsh botën tjetër. Darel akhire, shtëpinë ahiretit. Sa që jo jetë e vërtet. Fatkeqësia e shumë kriminalëve në botën tjetër dashur vëllezër do jetë se nuk ka fund, s'ka fund. Kjo e problem. Sikur kjo dynjë të ishte aq serioze, do zgjatte më shumë imri jon, jeta jon. Pse jeton 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, edhe shkon. Një ditë duhet shkojsh. Çfarë është? Çfarë duhet? Si jeton nxënësit e mirë, dikush e mbushën më shpejt testin, dikush më ka dalë, dikush më vonë, dikush më i përgatitur. Shkon botën tjetër. E ajeti më goditës është ajeti numër 19 i surës Hashr. Dashur vëllezër, wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Edhe asesi mos u bëni si ata që e haruan Allahun. Mos u bëni, këtu flet për krejt njerëzit. Muslimanë jo muslimanë. Kjo është shumë e frikshme. Wala takunu kalladhina nasullaha, mos u bëni si ata që e haruan Allahun, edhe si rjedhoj
si pasoj, si dënim pse haruan Allahu, fa ensahum enfusahum. Sa bukur kjo. Edhe Allahu bëri që ata ta harojnë vetveten. Dënim më të madh në këtë dinjë se Allahu të të bëjë ta harojsh vetveten, s'ka. Të angazhohen me veturë. Keni pa disa? Ama ato që janë veseli për qerë. Vetëm auspuhin 28 minuta ja fshan qerë. E kjo është, Allahu të ka bërë të harojsh vetë. Shumë i thjeshtë. Shemull, më të thjeshtë unë s'merë ndërmend. Me ja prek dëkush, babën e nanave, e qëtë mbanes me njerë, shpej qëtë. E sa me më fusa unë, me thonë, me gjërat e kësaj dynjoja Allahu e bon që ata, mos investojnë për vetveten, por të investojë ke qeni, ke macët, një pa, 300 euro, a paguat 300 euro ushqim për macët. Po, kam shok që më ka thonë, o gjë, 800 euro kemi marrë me poshtë, na pru me kargo, e krehet, e lame, maca. E pru. Tash është në trend normal, babat në shtëpinë e pleqve, qenë në shtëpi. Normal, dëzavendësohen babat me qenë. Evropa e ka bo këtë moati. Ndjen keq që në dal nga dal i marrin pislëqet e tyre. Mere, unë nuk jam kundër të marrin prej perëndimit, Allahu s'na ndalon. O më merri inxhinierin e Mercedesit, ti s'u bësh Mercedes asnjëherë. O më bën një, si ka bërë Turqia një tokë, për shembull. Bën diçka të afërt. Ti ndoshta s'u bësh një Këzël Elma si dronet e Turqisë. O më bëni një dron si ai studenti i Kosovës ku ishte në Gjermani dikundi, me dron. Ka shpik dron njëri, ai po. O më ki ka marrë bubi, ka marrë një qend vogël shpik. Edhe miret me ata, shkoni miret macën, Allahu kafshët, sa për informacion, krejt e dini, i për kujtim. Kafshët i ka krijuar të lira në natyrë. Këtë e kam përmendur edhe një herë. E tani prej sot edhe incizoj këtë. Fetfaja ime personale. Të mbash macë mbrenda në shtëpi, kujdesesh, blesh material, blesh, prej dyqani, prej marketi, të ushish macën, është haram prej harameve të mdoja. Maca dhe krejt kafshë tjere janë të krijuara të dalën vetë ato jashtë jetojnë. Me miliarda maca ka ndonjë, haj shko ushqej krejt. Nëse jashtë zemër mirë. Allahu kafshët i krijoi për jashtë. Ato para, ato argjime, ato, o vlla, jepi me sadaka, jepi. Për çem mos nas. Nuk i nënçmoj kafshët, edhe unë i dua, krejt. Çka ka krijuar Allahu lëshan? Amanatën të lira. Nëse ti fillon kujdesesh për gjërat kota, kjo është ajo jetë. Mere. Nëse gjen në koment më të mirë, hajde tregon. Fensahum enfusahum. Nëse njerëzit që harojnë Allahun, mirën me kafsh. Po, se Allahu ka bërë që ato të harojnë veten, kujdeset për macën, kujdeset për veturën më shumë se për veten. Se sa për familjen e tij, sa për fenë e tij, sa për namazin e tij, sa për kauzën fetare dhe kombëtare kështu me radhë. Keni parasysh? E kjo është ajo fe ensahum enfusahum. Allahu të bën të harojsh vetveten. Pse? Se ti e ke haru Allahu. Kjo është ajo ajeti. Mirë një ajetin, surën Hashr, ajeti numër 19, 18 e 19. Wala takunu kalladhina nasullah. Edhe asesi mos bëni si ata që haruan Allahun. Edhe në shenjë dënimi, Allahu i bëri që ata të harojnë vetveten e tyre. Po. Ky umet e ka haru vetveten. Pse? Sepse e ka haru Allahun xheleshanu. Edhe shkorim pas kësaj Allahu xhelal çfarë thot? Sikur me thon direkt se këto jetës do jenë në xhenem. Çfarë thot? Këto janë ajete që ju i dëgjoni namazin e sabahut mas të sfive. Në la yestevi, faqe fundit, faqe ditë e kaptinës Hashr. La yestevi ashabun nari wa ashabul gjenne. Nuk mund të jenë të barabartë banorët e zjarit me banorët e gjennetit. Si janë të barabartë. A pse me njëherë la yestewi, mbas këtij ajeti që
e komentuam, sepse ata njerëz që Allahu i ka bërë të harojnë vetveten se ata e haruan Allahun, Allahu ka për t'i shumë zjarë xhenemit, Allahu na ruaj gjithë. Shef? Prandaj Allahu më njerë ka fillu me la yastawi. Edhe pastaj fillon ajo pjesa tjetër e bukur me cilën desha të përfundoj. Lau anzalna hadha al-Qur'ane, këtë Kur'an që ne mundohemi ta shqellojmë se cilën xhumë dhe që ju e lexoni në për komente të ndryshme dashur vëllezër, Allahu dhul xhelal shkoni çfarë peshë na tregon se çfarë ka Kur'ani, ilaçi vetëm që mund na shpëtoj. Ta dini, ne ilaç që të skimi. Muslimanët, ummeti Muhammedit a.s. do shpëtojë vetëm nëse i kthehet Kur'anit. Pse? Se ky Kur'an, thot Allahu për këtë Kur'an kështu, lau anzalna hadha al-Qur'an, nëse këtë Kur'an ala jebelin, do t'ja zbritshim këtë Kur'an një kodre Monte Everestit, ose një kodre të madhe, gjatë Alpeve, e kështu me radhë. La ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Do ta shifshe këtë kodër të friksuar, kodra do friksohej, mutasaddian edhe të qaj, do qaj dhe kodra, komplet do qaj, nga frika dhe dridhja për peshën e madhe që ka ky emanet i Allahut, i cili është Kurani. Mirë nuk qajnë shtëpit tona që i mbajme dhe si lexojmë që alhamdulillah, ndoshta inxhinierët e fortë i kimi dhe i kanë bën stubat e trash. Nuk qajnë. Allahu dhe në Kur'an, si kur kodrës që zbritnim, kodrës, përmendo, kodrës madhe, mali thatë, shari, ande, ta vinë të Zoti këtë Kur'an, në kuptimin të thotë e kodrës, ty dhe e kesh si përgjithsi këtë amanet, do qajnë, kodrë do qajnë, mutasaddian, pse do qajnë? Min khashyatillah, do qahi nga frika ndaj Allahu. A njeri ju më i fortë se kodra, nuk qahet, interesant. Allahu na forcot gjithë inshallah, me më të fortë se kodra inshallah. Allahu boft Kur'anin për anver të zemrave tona, që nur dritë udhërfyes të gjeneratave tona, të ummetit tonë inshallah. Allahu inshallah i shëron të smurët tanë inshallah, i bën maqret të vdekurit tanë inshallah. Edhe një misarje të ngrohtë. Nga thellësia e zemrave tona ju dëshirojmë gurbeqarëve tanë, të cilët vërtet na ndriçojnë vendin tonë, edhe është një infus për këtë shtet, se ky shtet që kështu është në për aparate, inshallah këto janë banë aparatet mosdese, inshallah qëndrim të këndshëm Maqedoni në vendlindje, inshallah kthehen mirë e shëndosh, walillahi l-Fatiha. Dashur vëllezër, kemi një apel për ndihmë. Bëhet fjalë për një xhami në Radovish, e cila është ndërtuar në vitin 1975. Në Radovish, keni parasysh Radovishi? Edhe prej atëherë kjo xhami nuk është renovuar, nuk është rindërtuar kurrë. Do të thonë çashtu, prej 75 në botë. Edhe këto